Shoqata Ngroja mori pjesë në festën e verave dhe të gështenjës, një aktivitet që bashkoi komunitetin rreth traditës, punës dhe shijes vendase në Pogradec. Gjatë kësaj feste, gra anëtare të shoqatës u bën pjesë e panairit të organizuar me këtë rast, ku ekspozuan produkte tradicionale dhe punime artizanale të punuara me dorë. Përmes tyre, ato sollën historinë e zonës, dijen e trashëguar dhe përkushtimin e grave rurale ndaj ruajtjes së identitetit lokal. Këtë vit kemi ardhur me produkte tradicionale që prodhojmë vetë. Tranat, trushitës, se është dhe koha tash që konsumojmë, reçelnat. Të gjitha prodhimet që prodhojmë vetë me gratë e leshnicës. Kemi hapur shtëpinë, e kam kthyer në punishte tradicionale ku punoj me shoqet e mia. Punojnë me grep, punojnë çanta, shalla, punojnë gratë. Pjesëmarrja në panair shërbeu si një mundësi për promovimin e punës së grave, forcimin e ekonomisë lokale dhe krijimin e lidhjeve të drejtpërdrejta mes prodhuesve dhe vizitorëve, duke dëshmuar se tradita kur mbështetet kthehet në zhvillim.